Dimri ka mbritur në Shtavec, temperaturat janë ulur ndjeshëm dhe dëbora ka mbuluar bjeshkët e zonës. Banorët priten të përballen sërish me ndërprerjet e energjisë elektrike gjatë gjithë dimrit. Problemi i energjisë elektrike. Sa të frije pak, stakohen. Ka raste edhe në kohë të mirë, s'kemi drita gjithë natë. Kemi shumë pleq, plaka këtu që vinë. Problemi i rrugës pak. Është majt, po. Në qendër fshatit vinë shumë turistat për 150 metrë rrugë. Është tur për ne, me thonë të për pak investim shumë të vogël. Megjithatë e kemi shtruar edhe në vende të tjera, po. Ndërkohë, sipas kryeplakut të fshatit Mehmet Bala, rrjeti elektrik është i vjetër, i ndërtuar në vitet 70 dhe ndërprerjet janë të shpeshta, sidomos natën. Sa marrim informacion, u kputeli këtu, u kputeli atje, u kput ka problem këtu. Si përfundimisht shumë probleme me energji elektrike. Po thuaj se jemi jo në 2025-ën, në 2025-ën ku s'ka pas kandila vetëm. Për drita, ja. Dje partë gjithë s'kishim drita. Ku janë drita, ku a defekti rrugës. Të ndërprerjes zgjasin me dita, po? Ka raste fiken, sidomos natën, shumica natën fiken këta. Në mjes, në orën 7:20 dritat. Ku e gjetën defektin, si u bë defekti. Është pak... Po s'është edhe ngarkesa, ndoshta, apo çfarë përdorin banorët për ngrohje? Janë përforcuar, tash s'ka në Shtavec me energji elektrike, nuk punojmë ne. Në sistemin e ngrohjes ne komplet me dru e kemi. Si përballojmë, jo si përballojmë, po edhe nuk është edhe për shënet mirë energjia, edhe për kështu. Këne druni është. A janë bërë investimin në rrjetin e energjisë këtu në Shtavec? Por pjesërisht. Ne kemi linjën akoma, që shkon linja për pjesën e turreve, pjesën poshtë, akoma të sistemit të 74, 75, 71 ku u bë. Se unë i marr mend mirë. Një tjetër problem është segmenti 1 kilometër i rrugës hyrëse për në fshat që bllokohet shpesh nga bora dhe erat e forta. Sipas kryeplakut të fshatit, kompania që mirëmban rrugën Kukës-Shishtavec Dogan nuk ka në kontratë pastrimin e këtij segmenti, ndaj fshati shpesh mbetet i izoluar. Kryeplaku i fshatit megjithatë thotë se kompania, edhe pse nuk e ka për detyrë, bën hapjen e rrugës hyrëse të fshatit her pas here. Rruga jon ishte rrugë rurale, u kaloi rrugë nacionale. Tiranë, Kuks Morin, Kuks Shishtavec. Po ne këtu na dështoi. Ne e kemi tashti rrugën e kemi Kuks Dogan. 1 kilometër e gjys rrugë e lën pa hap. Në vend se që të vje këtu në qendrën administrative në Shishtavec, na pa shkojnë Dogan, ajo shkon e hap firma në Dogan, edhe këtu s'ka faj firma. Ka faj tenderi që u ho. Edhe na thonë ne, tash Shishtaveci nuk është si fshat atje, nuk thonë se për buzit dikon, është qendër administrative, edhe gjithë që vinë direkt në Shishtavec. Na pa shpërndajmë. Për këtë kemi vite që vuajmë. I bëj thirrje bashkisë, kryetarit sidomos bashkisë, ai është kompetent për këtë punë. Prefektit, qeverisë, të ndërhije. Pra ju doni që edhe rruga mrena në fshat të hapet, në shërok pak. Në akrizimi që shkon për Dogan, është 1 kilometër e 370 metro. Fadromat kalojnë hapin pikën doganore dhe në Shishtavec nuk futen në qendrën administrative fare. E kam pyet disa herë Ilber Elezin, unë tha e kam tenderin, Kuks, Dogan, për Shishtavec ta s'kam. Edhe atë na e ka bë, e falenderoj që na e ka bë me vullnet e për të na ndihmuar. Sa ndikon kjo? Do me bllokon banorët i bie? Shumë ndikon. Janë sa baqojmë ne nuk shkon fugoni. Fugoni shkon se kemi shumë pleq dhe plaka këtu. Ne kemi sot për moment kam 137 familje këtu që jetojmë. Shumica janë pleq dhe plaka. Ata furnizimin edhe me buk, po disa pleqe bëjnë nga Kuksi. Dhe është problemi i rrugës është edhe i dritave. Aktualisht në Shishtavec jetojnë 138 familje, pothuajse të gjitha të moshuara. Dikur fshati kishte mbi 400 familje, por emigrimi vazhdueshëm po e çon zonën drejt shpopullimit.